prezantimin e kreut të ri të Akshit, kryeministri Edi Rama tha se beson se Mirlinda Karçanaj do të dalë pafajshme për akuzat e ngritura nga SPAK. Ai shprehu keqardhje që zyrtarë të lartë gjatë hetimeve janë kishtrejtuar dhe abuzuar me metoda shtrëngimi. Prezantimin e kreut të ri të Akshit Igli Tafa, kryeministri Rama nisi me një falënderim për ish drejtoreshën e këtij institucioni Mirlinda Karçanaj, e vënën hetim nga SPAK-u për shkelje të barazisë në tendera, në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Jam i pikulluar për gjithçka ajo po kalon, për agresionin barbar të portaleve, rrjeteve të dhunës verbale që e asociojnë me gjërat cilat nuk kanë asnjë lidhje me Lindën. Unë dua të besoj me gjithë zemër që do të dali e pastër, por në të gjitha rastet nuk më takon mua ta them këtë gjë, i takon drejtësisë, ama kjo nuk do të thotë që ti hidhen poshtë vlerat që ka krijuar dhe ti hidhet poshtë revolucionin që ka udhëhequr së bashku me të gjithë ju këtu. Teksa foli për një mjegull të ngritur rreth Akshit, kryeministri i dha një mesazh edhe drejtësisë që sipas tij ndodhet në një fazë revolucioni për t'u transformuar nga një kalbësir në një sistem të barabartë e funksional. Krijon mjegull dhe në mjegull ju e dini se sa hiena dhe ujq, dhelpra, minj e gjithë farlloj 2 këmbshësh me 4 këmbë ka Shqipëria. Unë jam i keqardhur për ata ndër ju që janë vënë në presion, janë keq trajtuar, abuzuar dhe përballur me metoda shtrëngimi të pa justifikueshme në një republikë demokratike. Duhet kuptoni që në fund të ditës çfarë nuk të vret vetëm të forcon. Duke vlerësuar punën e Akshit, Rama paralajmëroi rritje të pagave në këtë sektor. Ne do ta bëjmë Akshin që të ketë pagat më të larta në Shqipëri dhe mos ketë asnjë ndërmarrje private kapacitet ta konkurrojë. Kryeministri Rama njoftoi se Shqipëria do të nisë një bashkëpunim me kompaninë lider botror Nvidia për projektin e ministres së inteligjencës artificiale Diella, si dhe në fushën e prokurimit publik.